Bismillahirrahmanirrahim. Të gjitha falënderimet dhe lavdimet janë vetëm për Allahun, Zotin e gjithësisë, dhe salavatet dhe selamet e përzemërta për Muhammedin a.s. Në ditën e bukur të xumah, së datës 16 maj 2025 apo 18 Dhulkade 1446 Hijri. Vëllezër dhe motra, informatat e përditshme që marrim, mbase edhe nuk na lëjnë pa u menduar në vetveten tonë. Vallë, po shoh shumë parregullsi. Po çfarë mund të bëj unë si individ që të përmirësoj diçka nga kjo parregullsi? Ajo ishte një grua psikologe e cila një ditë po kthehej në shtëpi me taksi, sepse kishte zënë vona në punë. Duke u vozitur, taksisti merr në telefon gruan e vet dhe fillon dhe bisedon me te se si ta gatuaj pulën që kishte blerë, ashtu siç i pëlqente të dyve atyre së bashku. Pastaj, pas përfundimit të bisedës me gruan, ja kërkon të birin që të flasë me te, të cilin pasi e përshëndeti dhe ky i tregoi se i kishte bërë të gjitha detyrat për nesër, i tha, me që i paske përfunduar të gjitha detyrat dhe mësimet, para se të vijon tek shtëpia, mendohu si dëshiron që ta kalojmë së bashku pas ditën, ku dëshiron të shkojmë dhe çfarë dëshiron të bëjmë që mënyrë që të argëtohemi së bashku. Psikologja në fjalë ishte fokusuar tek mënyra e komunikimit të tij me të shoqen dhe me të birin, gjë e cila i la shumë përshtypje. Pasi e mbylli telefonatën, ajo nuk u përmbajt që mos ta pyeste shoferin e taksisë. Më falni zotëri, a mund të më thoni çfarë keni studiuar në jetën tuaj? Taksisti ju përgjigj, unë? Jo për zotin, veç filloren e kam mbaruar, pasi që nuk kisha mundësi që të vazhdoja me tej. Por, pavarësisht kësaj pse unë nuk kam përfunduar studime, dua që fëmijën tim ta edukoj sa më mirë që të mund. Psikologja e pyeti, a gjithmonë bisedon në këtë formë dhe sillesh me familjen tënde kështu, me këtë edukat? Duke buzëqeshur, shoferi i taksisë tha, po, gjithmonë bisedoj në telefon dhe kur shkoj në shtëpinë time, luajmë, dalim në shëtitje, bëjmë shaka, dëfrehemi. Psikologja i tha, ti bën me familjen tënde atë që shumë prindër me diploma të larta nuk e bëjnë. Më rëndësishme se sigurimi i një jetese sa më të mirë për fëmijët është edukata dhe stili i jetës që një prind kultivon tek fëmia. Më rëndësishme se sa gjithçka tjetër për një grua është kur ajo ndjen se përbri saj ka një burr i cili kujdeset për te. Vëllezër dhe motra, nëse e gjithë bota po shkon te poshtë, mos lejo që edhe familja jote të ndjek të njëjtën rrugë. Nëse e gjithë bota përreth po shthuret, nuk ke pse të lejojsh që kjo valë ta përfshi edhe familjen tënde. Sikur të gjitha familjet të shpërbëhen, mos lejo që kjo t'i ndodh edhe familjes tënde. Familja jote është amaneti jot dhe ti mban përgjegjësi për te. Falu atyre dashuri dhe respekt. E mos i bëj hesapet e botës, se s'të pyet ty askush për hesapet e gjithë botës. Andaj, në këtë ditë xumaje, e lusim Allahun xhaleshanuhu që të na forcojë në dinin ton, na forcojë besimin ton, të na bëj sa më tepër që besimin ton të dallohet në jetët tona personale, në jetët tona me familjarët tanë dhe me gjithë njerëzit përreth. Shfrytëzoj rastin që sot të ju përshëndes të gjithëve nga ishulli i Korfuzit në Greqi përballë maleve të Shqipërisë të cilët shihen në prapavin time. Deri në shkëndin e xumahës së radhës, Allahu ju pas në mbrojtjen dhe mbikëqyrjen e tij. Esselamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.